Mirë mbrëma të ndëruar të rishikues. Në një kohë kur çdo ditë e ndjejmë gjithnjë më shumë rritjen e çmimeve, nga marketet e energjia elektrike deri te shërbimet bazë, qytetarët dhe bizneset në Kosovë po përballen me një nga periudhat më të vështira ekonomike. Në këtë sfidë të madhe, roli i institucioneve që përfaqësojnë interesat e sektorit privat bëhet edhe më i rëndësishëm. Sonte në emisionin personale, kam të ftuar një personalitet që prej vitesh ka qenë qendër e zhvillimeve ekonomike të vendit tonë. Jurist, ekspert i financave, ish drejtori i doganës së Kosovës, ish ministri i financave, tani kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, zotri Lulzim Rafuna. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Shumë poste të mbajtura mbi supet e juaja për 25 vite të punës, natyrisht që nuk është e lehtë, por që kërkon një mund edhe një angazhim. Por sonte në emisionin personale, pas temave që i përmenda që janë mjaft rëndësishme për vendin tonë, do të flasim edhe për te i kësaj. Pra, si është Lulzim Rafuna për te i këtyre posteve? Karierën time kom fillu në vitin 2000 në dogana, në atë kohë quj dogana të Unimikut. Ishëm një shoqëri e dalur nga lufta dhe kërkesat për themelimin e një buxheti të parë ishin shumë urgjente. Dhe shtator të 2009 u themelu për administratës Unimikut dogana, ne ishëm gjeneratat e para në fillim të 2000-tave që u punësum. Ato fillova karierën time dhe kështu u zhvillova mbrana doganës, me pas kalova në pozita të ndryshme në Ministri të Financave, në pozita edhe politike, po ka qenë gjatë këtyre viteve një eksperiencë që s'mundet mu pagu në kuptimin material. Çka ju ka motivu më shumë te? Po ka qenë ajo dëshira e madhe për shtet. Prej ditës parë kur kemi fillu me punu në dogana, gjithmonë kemi pas në mendje që duhet krijohet shteti, duhet themelohet shteti dhe kemi luftu për me ardhur deri te pavarësia. Në momentin që shpallëm pavarësinë, kemi luftu për me ndërtu, me pasi erdhëm e shpallëm shtetin, mirë po ishte nevojë për me ndërtu shtetin edhe me funksionu shteti, me konsolidu subjektivitetin edhe juridik, edhe diplomatik, edhe politik. Dhe kjo ka qenë ai motivi më i madh që më ka shty për mos mund dal asnjëherë. Në ato periudha kur më kujtohet kur kemi punu jo tetor, punë administrative, po deri në 12, 1 natës, po edhe për të ndërtuar sistemin, pra. Për të ndërtuar sistemin, për të ndërsu Kosovën në organizata të ndryshme, siç ka qenë për shembull Fondi Monetar Banka Botërore, më kujtohet 2-3 mëngjesit për shkak ndryshimit të kohës me Washingtonin, po edhe me shumë shtete tjera që na u vishin votat lobojshmi. Këtë kjo ka qenë ajo energjia, ai vullneti i madh për me konsolidu shtetin. A jeni kënaqur sot pas 25 viteve me gjitha të arriturat në sistemin e ekonomisë? Jam i kënaqur kur e krahasoj ku kemi qenë. Po ku kemi mujt me qenë, nuk jam i kënaqur. Çka ka pengu Kosovën? Po, nuk është që çka ka pengu mirë, po në disa procese kemi mujt me ecë shumë më shpejt. Pse s'kemi ecë? Po nuk kemi ecë për shkak që politika u desh me konën ma e koordinume për interes shtetit, si pozitë si opozit, gjitha partit politike, në mënyrë që disa proceset për të cilat na kanë stagnu, na kanë dalë për mos me ecë përpara, u desh me i përfundu edhe që na me ecë përpara. Ka pas një strategji themi kombëtare Kosova se si do të eci me ekonomi. Pra ku i kemi pikat e forta, edhe ku i kemi pikat e dobta, që pastaj të punojnë në atë drejtim. Si shumë shtetet e botës që veçohen për diçka. Kur jemi te pjesa e ekonomisë, ne kemi një zhvillim shumë të hapshëm të biznesit ato ekonomisë së Kosovës. Përkundër që gjithmonë na kemi dëshirë, ajo është mirë që kemi dëshirë se ndryshe nuk ishim zhvilluar, nuk ka në çat moment që ne vetë kënaqem çka kemi arrit, atëherë merr fund gjithçka. Por është shumë e rëndësishme që institucionet me kanë ato barse të proceseve integruese. Unë përshuzoj rastin edhe për mes mediumit ju, se kom thënë disa mediume, po pe sqarsoj ma shumë. I vetmit vend që më shumti i duhet integrimi dhe duhet integrohet si në kuptim rajonal, si në kuptim evropian, është Kosova. Ne jemi një treg shumë i vogël. Dhe për të thith investimet huja, kapitalet, kualitative, që kryojnë vende pune, që ndikojnë drejt për një rritje të fortë ekonomike, dhe që do të vrehet në efektin më të mirë të standardit jetësor qytetarëve të Kosovës, Kosova duhet patjetër me pas atë integrimin rajonal që mu prodhu në Kosovë dhe mu eksportu në vendet e rajonit. E si arrihet kjo? Kjo është arrit që qeveria jonë
ekzekutivi jonë, pavarësisht kush është në atë qeveri, me konë agresiv që produktet e Kosovës mos me pas penges mu eksportu, si në Serbi, si në Macedoninë e Veriut, si në Shqipëri, si në Malzi. Kështu që këto në besoj që është ai qelësi, plus shto këto që ishdashtën që t'jemi shumë, si them, në diplomacinë ekonomike ma agresiv, kuptimin pozitiv që me sjellë sa ma shumë investime në Kosovë. Do të kalojmë më vonë tek këto tema për të ndalur tek pjesa e parë që është pjesa më personale e juaja, ashtu pra është edhe natyra e misionit, por që natyrisht me ekspertë si ju i kemi të pamundur t'i kalojmë edhe tema të rëndësishme. Shohim fotot e para. Këtë një foto me familjen tuaj të ngushtë. Na tregoni se cila është familja e kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës? Po, familja e me e ngushtë, një familje për cilën unë jam krenar dhe kjo është suksesi më i madh që kam arrit në jetën tem, që kam një familje shumë të mirë, bashkum fëmijë, të shëndosh, dhe kanë marrë secili drejtimin, janë duke studiu, është djali i cili është në studime në Itali, është inxhinieri i parë në industrinë e veturave, në Ferrari, është vajza që tani ka hi fashion design, është duke studiu, edhe kjo është duke u përgatit për studime në herën në Kosovë, në fillim, edhe më pas në Itali. është vajza e vogël, këtë e kemi të voglën që... Mbëlsira e familjes. Mbëlsira e familjes, është në shkollë fillore, është në klasën e 2 dhe është bashkëshortja, e cila për këtë të arrit me ajo e ka krejt këtë... Merit të madhe, se më duket pak me thonë fjallën merit, po krejt suksesi kësaj është si rezultati i gruas. Ajo ka, unë kum qenë shumë i angazhum në punë, pozitat e mia që i kom pas në punë publike, se puna eme nuk përfundon si punë me rëna një orari administrativ që 8-4. Unë kam thirrje, kam takime dhe mas orës 5, 6, 8, 10, gjitha pozitat. Fati e ka deshë me të vërtet gjithmonë me ka në pozita shumë të rënda. Kom fillu, si që thash, në vitin 2000 në Dogan, 2007 kom qenë i ftuar për me përgatit tranzicionin, më ka deshë me punu me shumë diplomat huj, me ekipën e Martia Tisarit. Më pas në vitin 2009 kalova e përfundova tranzicionin e Doganës, u dashtë mu angazhu në Ministritë Financat prap me meq, me Ministrin atër Ekonomet Shala dhe Bedrin Hamzën. Si këshilltar? Po, si këshilltar. U dashtë mu me ndihmu, me pregadit për mu antarësu në fond monetar, në bank botërore që ishin procese shumë të rënda. Më pas kalova se këshilltari Bedriu, se Bedriu erdhë minister mas në 2011 në Ministritë Financas së pari. Basi që i përfundum këto procese, Bedriu gjallë governator, si pjesë ekipit i fillum në Bankë Qendrore dhe ato u desh një reformë. Keni qenë këshilltar gjithashtu edhe i kryeministrit të Shqipërisë. Po, për në të Bedriu kom fillum vitit 2013, kurse në fund të vitit 2013 unë u zgjolla drejtor dogane, që ishte një proces shumë i rëndë për shkak të vendosjes negociatave në pjesën veriore për mi vendos oficer doganor, pas marrëveshjes së Brukselit, po edhe me që atë hap ne e vendoshme për herë të parë, mas shpallit së pavarësit suveranitetin e plot, se ti kishe policë dhe doganjerë në kufi, ajo është elementi që e tregon që ti ki në kontrol të plot bi teritorin tënë. Sa keni mujt me kontrolu pastaj këtë pjesë, edhe pse është bërë kjo marrëveshje e Brukselit që pastaj në hapur këto pika? Kemi mujt me kontrolu, po kemi shku hapas hapi, se gjithmonë tendent qëllimi ka qenë edhe koordinimi me mish ndërkombëtar, edhe në atë periudhë kohore që ka qenë që mos të ketë incidente, mos të reflektone për media ndërkombëtare që me forcë ose që pishkelim të drejtat, po kemi shku pas hapi të bashkëpunu, të negociu dhe të inkorporu me rana institucioneve tona që ka qenë suksesi maj madh në atë periudhë kohore në që kemi arritën në atë pjesën veriore. Ka qenë diçka mire studiume edhe shumë njërë të kujdeshme e kemi implementu që mos millon shkatë shtetet që s'na kanë jo, me thonë, se njo Kosovën, se shka po bani, ose qëfar drejta po shkelni, ose qëfar veprime dënë shmejni duke bo. Nuk kemi dashtë mu këthy në atë pjesë. Kështu që e kemi menagju perfekt, edhe sot e kësoj dite, qatë sistem që kemi vendos në atë periudhë kohore është duke funksionu. Më pas përfundimit të mandatit të drejtorit të doganës në 2016, kum vazhdu të kryeministri Shqipërisë Edi Rama, kum varë në Prishtinë, jemi taku, më ka bo ftesën dhe për 3 vite kum shërby edhe si këshilltar i kryeministrit Edi Rama, ka qenë një eksperiencë ekstreme mirë,
edhe është një mik shumë i madh, edhe kem raporte të shkëlqyeshme. Si ka qenë bashkëpunimi, pra, Kosovë-Shqipëri? Bashkëpunimi, e thëmë plot përgjithësi, asnjë pengesë nuk e kom pas për kryeministit Rama për me bë më të mirën e mëshme për me lidhë ekonominë tonë. Dhe në atë periudhë kohore e patëm themelu zyrën e doganore për herë të parë në portin e Durrësit. Domthonë në territorin e Shqipërisë, vetëm për të ndihmuar bizneset që me një kosto shumë më të ulët dhe në kuptimin e kushtimit të kohës mi kryer gjitha procedura doganore mallrat portin e Durrësit dhe më pas më shpërndana për Kosovë. Më pas për të ndihmuar qytetarëve të Republikës tonë që mos me humb kohë me lirupi procedura burokratike, e pa të mbo bashkimin e vendkalimeve doganore ose pika kufitare në Vërmicë edhe në Morin, ku ekziston edhe sot, domethënë ki hyrje kontrollet edhe në Pikimo 2 vendkalimet edhe në pjesën e Shqipërisë në Morin. Edhe pse ndoshta do duhet mos ekzistonte ajo fare. Po vjen edhe ajo ditë, po sot siç është situata duhet me ekzistu. Edhe parë një punë... Rritë sigurin më shumë, apo qëfar? Për shkak proceseve në cilat jemi, do më thonë integrues edhe Shqipëria edhe Kosova. Është në rregull, ju në thjeshtun minimum, e keni çdo qytetar i Kosovës e din që ato mas shumë të zgjat 10 sekonda, maksimumi 1 minutë pritja. Do më thonë është një ndalje shumë e vogël, po nuk ka ngarkesa, nuk ka procedurë, nuk ka kolona të mëdha, kështu që gjithçka është perfekte. Çka dallon ekonominë e Kosovës së Shqipërisë? Kemi shumë dallime. Ekonomia e Kosovës me Shqipërisë e para për shkak që Shqipëria ka turizmin, edhe ka shumë investime në pjesën e turizmit detar, kurse ne kemi turizmin malor, më pas prodhimin Shqipëri ka fillu më herët se sa në Kosovë, se dihet se Shqipëria ka në shtet, nuk i ka pas sfidat që i kemi pas na si Kosovë. Këto janë ato dallimet. Megjithatë Kosova pra edhe pse vonë e dalur nga lufta, edhe pse vonë me pavarësinë e saj ka arritur mjaft pra në zhvillimin ekonomik, sidomos në sektorin privat. Ka arrit, sektori privat është mbajtësi i shtetit. Sektori privat është ai shtytësi më i madh i zhvillimit ekonomik të vendit dhe pa një sektor privat nuk ka zhvillim të shtetit. Për këtë arsye edhe ne kemi përqafu konceptin edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, konceptin e tregut të hapur, ku japë mundësi bizneseve tona mu zhvillu në një konkurrencë të lirë, po japë mundësi në qytetarit Kosovës që me një çmim sa më të mirë, sa më të lirë, me gjithë mall me kualitet dhe me pas llojshmëri të madrave ku mund të furnizohet qytetari i Republikës Kosovës. Do shohim edhe fotografin tjetër. Kjo është momenti, kjo është momenti ma historik. Kjo është momenti kur ne i patëm vendos oficer doganor mas një negociatave që i kemi pasën 10 ditë pa ndalje që 24 orë në Bruxelles. Këto është zyrtari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe në anën tjetër është ish drejtori ose shefi e EULEX-it në kohë siç është quajtur, ku e kemi para medjave, i kemi njoftu që oficer doganor prej datës kaq, ku marru cila u kon data, po e di që u kon fillim janarit, do të vendosën në pikalimet doganore dhe me atë rast shteti jon i ka vendosur kufit të plot në kontroll. Sigurisht që sfid në pjesën veriore sa i përket doganave, pra ka qenë informaliteti apo kontrabanda që është bërë atje. Sa ka pas mundësi shteti jonë që të reagoj edhe të bëj kontrolin? Nuk kemi pas, po folim periudhën kër unë e kom qenë, po dhe mbasa ne, nuk ka deri në vitin 2020 sa kom qenë në rrjedhat të doganës, nuk ka pas asnjë pengesë që ti mi nal kontrabandist ose mi luftu kontrabandist. I kemi pas ekipet mobile, policia gjithmonë ka qenë bashkë me ekipet mobile, shiko kontraband ki edhe në pjesë të jugore. Kontraband kemi edhe në kufi me Maqedoninë. Po ma shumë është bërë nga Serbia. Po ma shumë për shkak të relievit që ka. Se me Serbinë kemi një vijë kufitare shumë gjatë, ose kufini gjelbër, si që quajmë na, që është e pamundur ti mi vendos, si me thonë, me mbyll, hermetikisht, nuk mbyllet. Po e mirë është që është vendosur në kontroll. Kështu po vazhdon sot i përcjellni ngjarjet në Kosovë politike, pra, edhe pse jeni si kryetari i Odës ekonomike? Unë oficer doganor janë në veri, ata veprojnë në veri, kontrollojnë, njëjtë edhe policia, është njëjti sistem duke vazhdu. Njëjti. Vazhdojmë tek fotografitë e tjera. Ja, këtu ka qenë në vizita e parë e presidentit, masi që kemi vendosur policinë edhe doganierët në veri. Kjo ka qenë një moment emocionues për mu, edhe për drejtorin e policisë, kemi qenë bashkë me presidentin ku i kemi inauguru pikat dhe i kemi vendosur dhe ka funksionojnë si kur e çdo pikë tjetër në këtë territorin e vendit. Nuk asë një procedurë nuk është më ndryshe që veprojnë atje si kurse
që veproj me Shqipërinë, sikur që veproj me Maqedoninë, sikur një sistem edhe atje kanë. Pra, dihet, themi kështu historikisht, që dogana është institucioni më i madh, pra që gjeneron të hyra më shumti për shtetin. Po të ktheheshit edhe një herë si drejtor në dogana, çfarë do të ndërmenit, pra çfarë do të ndryshonit? Ju ka mbetur diçka peng pa rregulluar? Jo, po koincidon tani me fotografinë që përshohëm se kjo është vizita kur e kemi bën veri, mirë po në atë periudhë kur unë me emëruar drejtori i dogana, kryeministër ka qenë Hashim Thaçi, presidenti. E kom pasur mbështetjen e plot nga ana e presidentit për mi bërë reformat, edhe kom pas shumë miq ndërkombëtar që na kanë ndihmuar, sidomos qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e kom pas ambasadorin dhe dytë ambasadorat, se në mes mandatit tim është erdhë ambasadori Delavi, se kemi fillu me Trejsin, po ka qenë një mbështetje shumë e madhe, si në kuptim të mbështetjes teknike me ekspert, si në kuptim material, në kuptimin e blerjes së pajisjeve më të avancume, dhe për herë të parë dogana e Kosovës ka qenë lidere në rajon. I patëm eliminu komplet sistemin e letrave, gjithçka pa të kaluar në digitalizim dhe u patëm bërë shembull. Dogana në atë periudhë kohore ka qenë 75% mbushësi i buxhetit. Domethënë 75% tyra që kanë ardhur prej doganave kanë shkuar në buxhet të shtetit. Edhe shteti ka qenë shumë i varur prej doganave. Për këtë arsye u ka presioni shumë i madh mbi drejtorin e doganës, po edhe doganën. Po jam shumë krenar edhe kam shumë kujtime të bukura që sa kemi arrit në atë periudhë kohore dhe çfarë ndryshimi të madh kemi bërë. Këtë më së miri edhe sot e folin bizneset, e folin agentët doganor, po folin edhe vetë oficerët doganor se çfarë reforme madhe u pat bërë dhe çfarë suksesi i madh u pat arrit. Edhe në fal këtyre reformave që i pata bërë në doganën e Kosovës me mbështetjen e në atë kohë ish kryeministrit, presidentit Thaçi, unë patë ardhë kryeministri Edi Rama dhe më patë ftu që me shku në Shqipëri. Edhe në Shqipëri patëm fillu të njëjtën reforme dhe kemi bërë në dogana. Edhe pse në Shqipëri patëm fillu edhe në dogana në administratat tatimore, mirë po më pas erdhe në pandemia dhe metëm pa e përfundu si proceset dhe unë u tërheka për shkak obligime dhe në familje, po edhe pozitës të që fillova këtu në Kosovë. Mirë po, Kosova këtu ka qenë histori suksesi. Sfidet doganës ka nevoj për staf të rishëm, se ka vite që së shpëndsu staf i ri, ka nevoj për avancim të sistemeve në doganë, se ne jemi duke folë për sisteme 2013-2016, kërse sot jemi 2025 dhe ka ndryshu rrethonat, ka nevoj për thjeshtësim edhe më të madh procedura, ka nevoj dogana me qenë edhe më transparente me bizneset, ende ma shumë, janë shumë transparent, po ka nevoj ende ma shumë. Këto janë ato sfidat më të mëdha që i ka për momenti dogana dhe po e ka një staf të mrekullueshëm, një staf shumë të përgatitën. Kur them për staf të ri, do të me pas parasysh që ai staf nuk është që ka qenë para 10 vite pas më si që jam edhe unë, nuk jam moshën e njëjtë, kështu që ka nevojë për ndihmë, për asistencë, se ishte një kolegi imi, tha, më ka marrë malli dikush me më thirraj, se s'ka staf të ri. S'ka staf të ri, po. Pastaj vazhduat si ministër, pra për një periudhë shumë të shkurtër kohore. Unë isha në atë periudhë kohore isha këshilltari i ministrit të financave, zotit Hamza. Unë 13 vite kum punu me zotin Hamza shumë ngushtë si këshilltari i tij, pozita edhe të ministrit, edhe zavendës ministrit, po edhe të guvernatorit. Gjitha pozita që ka qenë zoti Hamza, kum punu me to, e kam mik, e kam përshprej kështu në kuptimin e plot fjalës vlla, mas vllaznive që mi ka bërë nana, e kam Bedriun. Kum qenë në Bedriu në atë kohë u zgjodh në deputet i Kuvendit Kosovës dhe para se me shku me dhënë betimin, dha dorëheqje dhe duke qenë që kum qenë afër tij edhe ku menaxhu. Pra, kjo situata e ngjashme me tani që? Shumë është ngjashme, identike është. Pra ju keni marrë pozitën pasi që zoti Hamza ka dhënë dorëheqje nga posti i ministrit. Po. Para se me shku në Kuvend, ka qenë një ditë para se me shku në Kuvend me dhënë betimin si deputet, zoti Hamza ka dhënë dorëheqje dhe unë e kum marrë, unë s'kum qenë deputet. Po. Unë kum qenë një këshilltar i tij, një funksionet e tjera, po. S'kum pas asnjë funksion i tjetër. Edhe unë jam ngarku për me qenë ministri i financave në detyrë. Derisa të vjen ministri fuqiplot që qeveria re që ka votuar në Kuvendin e Kosovës. Është identike.
Po, bili tani, se kur pi lexoj, kur pi ndi juristat edhe këto, se unë e kom përjetuar për eksperiencë. Tani është sill ligji që tani nuk... Në vitin 2022 është sill ligji për qeverinë. Po, këta kanë shku një hap tutje, ku jo në momentin që zgjidhesh deputet, po në momentin që certifikohesh në KQZ. Po, domethënë kanë shku edhe një hap. Situata shumë e pasër, se e di për eksperiencës teme. Pra jo vetëm ju, por gjithë ministrat e asaj kohë të kabinetit kanë kanë shku me bë betimin. Se shiko, mundet me ndodhë që për shembull ti nuk shkon seancën e parë me dhënë betimin, se rregulloria ta lejon që edhe mbas 30 ditë me shku me dhënë betimin si deputet i ri. Po në rast se ti shkon kuvend edhe për me marr mandatin si deputet, ti do të më largue. Kjo ka ndodhur më herët edhe me shumë qeveri tjerë, mirë po foli unë personalen. Kjo ka qenë, domethënë, pse unë bë ministër i financave me detyrë, për shkak që Bedriu ka pas nesrit me shku në kuvend me dhënë betimin si deputet. Si deputet, po, e qartë, pra, situata e njëjtë. Edhe ka dhënë betimin dhe u pa të zgjedhë në seancë konstitutive, u pa zgjedhë nën kryetari i kuvendit. Dhe nuk është kthyer më asnjëherë në zyrën e... Jo, në zyrën e... As ka lyp raport më. Po, si kryetari i Odës, pra, meqense se nuk kemi edhe shumë kohë, po mundohemi kështu ti përmbledhim në pika të shkurta, apo besoj që do kemi ndonjëherë tjetër mundësi të zgjerohemi në tema më konkrete. Se hina në propozita, po me ta bërë se gruaja është ajo shiqër zot që ekziston ajo. Edhe ajo është ajo kupola e familjes, ajo që na mbledh bashkë krejtëve, edhe ajo ka punu shumë me fëmijët, pse fëmijët sot janë të edukuar dhe jam krenar për ta, është me vërtet fol bashkëshortës. Që ajo ka arritur. Është me profesion, është e punësuar? Po, është ekonomiste dhe punon me një bankë komerciale këtu në Kosovë. Jam krenare, edhe për gruan, edhe na njihëm që 30 vite jemi bashkë. Nuk mund të ketë sukses ndoshta një njeri personalisht, po edhe për krahjen e familjes, se sidomos në fund të fundit, pasaj kur edhe fëmijët bën të mirë të suksesshëm. Shiko krenare, me plot përgjithësi, edhe po të vike një minut ose një moment, kur ma nuk ish, si me thonë, nuk pendishe ma knarsin as të vetura, as të pozita, as pendishe knarsin kër e shef familjen tane që e kijet një familje të mirë, të shëndosh, sukses shumë kuptimin e shkollimit, edhe të eduku mënyrën ma të mirë të mëndshme. Për këtë, unë i falenderona përjetësisht bashkëshortës teme. Flasim pak edhe për një situatë mjaft rëndësishme që qytetarët çdo ditë përballen me to. Pra, si shihni ju si kryetari i Odës ekonomike rritjen e vazhdueshme të çmimeve? Pra, roli juaj është që ti mbroni bizneset, po në të njëjtën kohë ndoshta të bëni edhe një balans mes bizneseve dhe konsumatorëve. Po, është e vërtet, po pa konsumatorë dhe bizneset nuk mundën me ekzistu. Për këtë arsye, konsumatorin e kanë në qendër të vëmendjes, edhe janë shumë të kujdesshëm me konsumatorin. Mirë, po duhet me pas parasysh që Kosova shumë pak prodhon. Ne bilancin tregtar mes importit dhe eksportit e kemi vetëm 17%, që i bie ende nuk e kemi arrit 1 miliard që ti eksportojmë, ndërsa importojmë mbi 6 miliard. Ne shumë herë edhe me shkresa ju kemi drejtu, përshkak se ka mungu për 3 vite gjysëm sa jam kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, me sektorin privat, jo veç me Odën ekonomike të Kosovës, po kjo situatë ka në qenë edhe me odat tjera që janë këtu të na, ose me shoqatat e ndryshme, ose me sindikatat e ndryshme. Ka qenë qeveria e mbyllur, nuk e kemi pas një dialog publiko-privat. Dhe ne shumë herë edhe përmes shkresa, po kemi shfrytzuar shumë edhe mediumet, që ju shfrytëzoj rastin të falenderoj se kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, përmes cilave ne kemi mundë edhe të qytetarë të komunikojmë, po edhe të institucionet kemi po që ka pas reagimani, pse nuk e kanë thonë publikisht, po në momentin që kemi reaguar nëpërmjet mediave dhe në publikisht kanë marrë veprime për me korrigju pak sa kanë pas mundësi, ka mungu ky dialogu publiko-privat. Ne kemi kërkuar që qeveria të ketë paketa, të ketë një plan shumë të mirë se si do të ndihmoj biznesin, se duke ndihmu biznesit, për ndihmon dhe qytetarit Republikës Kosovës. Çfarë ka ndodhur me qeverisjen e fundit, pra, karshi bizneseve? Por nuk ka pas një komunikim të dialogut publiko-privat. Pas kësaj, po. Pas kësaj, më pas nuk ka pas një freskim të politika fiskale, nuk e kemi pas një reform të sundimi i ligjit, nuk e kemi pas një reform të sistemi arsimit. Sa arsimi, sot, sfida më e madhe e biznesit, përveç mungesës së fuqisë punëtore, është që edhe këtë fuqi punëtore që e kemi nuk është e kualifikuar, nuk është në përputhje me kërkesat e tregut. Për këtë arsye është një reformë e thellë në sistemin arsimor tonin. Dhe nuk e kemi pas një reformë të sundimi i ligjit, një kontest, një kontrate, sot, ty të zgjatë 30 ditë.
3 vjetë, më falë, shkallën e parë. Po në qoftë se shkon me ankesë, shkallën e dytë edhe 3 vjetë ekstra. Kështu që këtu desh me ndërmarrë veprime, për shembull të sundimi i ligjit, jo mi shahe, mi akuzue, mi fyë gjykatësit e prokuror, po shto buxhet, shto staf, që të ketë sa ma shumë mundësi, të më thonë që landat të zgjidhet në një kohë sa ma të shkurtër. A ndëmtuar bizneset pra gjatë kësaj periude? Po, ju ndëmtu bizneset, kemë dhe shumë biznese që nuk e kanë rritë veprimtarinë e vetë, po e kanë zgjeru biznesin e vetë në vendet të rajonit. Për shembull, shikoni investimet në Shqipëri, shikoni investimet në Maqedoninë e Veriut, sa to edhe Maqedonia e Verit, edhe Shqipëria, janë hapa shumë të shpejtë të bërit reforma. Ata vetëm për mu ka një vend shumë atraktiv, shumë të resh për investimet e uja, ata janë të bërë reforma ekstrem të madhe. Zoti Rafuna, çfarë do të ndodh pas shtrejtimit të energjisë elektrike? Po pas shtrejtimit... Dhe cili është roli i shtetit që do duhet të ndërmente? Roli i shtetit do të ishte i madh, se shteti ose institucionet janë për mi mbrojt interesat e qytetarëve të Kosovës, janë për mi ndihmu qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe është dashur që tulen me zërin, dhe ta shohin se sa është ajo shumë që nevojitet për investime, dhe atë pjesë ta subvencionojnë nga buxheti i shtetit. Këtu konsumatori 2 herë po ngarkohet me çmime të rritura. Pse nuk e bën këtë shteti? Pse nuk e di. Ne kemi kërkuar që ta bëj, po pse nuk e di. Buxhet ka mjetë sa dush, dhe i kish me ndihmu shumë biznesin, kish me ndihmu shumë qytetarin e Kosovës. Se qytetarit e Kosovës si ekonomi familjare e ka rrit 16.1%. Bile para 2 dite kur u marr vendimi, unë isha shumë i lumtur se siç ke tu vazhdu, ajo vetëm shkoj ke duke u rrit, herë ke 15, 16, tash 16.1 u ndal. E dyta, konsumatori qytetari i Republikës Kosovës do të ngarkohet në produktin tonë, se prej një qershorit bizneset që kanë punësuar mbi 50 punëtorë dhe qarkullim mbi 10 milion, duhet dalin në tregun e hapur. Dhe kjo është shtesë operative. Automatikisht ndikon në ngritjen e çmimit të produktit tonë. Çka ndodh? Kur shkon qytetari me blen, nuk do ta blen më një herë, po do ta blen një herë 15 cent për shembull, më shtrejt. Kështu që qytetari i Kosovës po ngarkohet 2 herë, edhe në ekonomi familjare edhe në produktin tonë. Dhe këtu kemi një inflacion, dhe kemi një ulje të standardit jetësor të qytetarëve të Republikës Kosovës. Çfarë mund të prodhoj kjo? Në fund të fundit, çfarë do të prodhoj? Kjo do të prodhoj më pak prodhimtari, më shumë papunësim. Edhe ulje të zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Pse? Se produkti jo nuk do të jetë konkurrent me produktet që importojmë, kurse në tregun e jashtëm do të bëj kërkesa për produktin tonë, dhe të kurrët prodhimi. Kur të kurrët prodhimi, ai do t'i liron punëtorët, nuk ka mundësi mi marr. Edhe do të kemë ramje të zhvillimit ekonomik. Për fund do t'i komentojmë në pika shumë të shkurtra, sepse s'kemi shumë kohë, personalitetet që bëjmë me çdo mysafir. Nisim me fotografinë e parë, do të flasim në aspektin ekonomik, pra nuk do të flasim për politikën se çfarë kanë bërë, por për ekonominë. Pra sa ka qenë kryeministër Hashim Thaçi? Sa ka qenë kryeministër Hashim Thaçi, investimet më të mëdha kapitalin bën në shtetin tonë Kosovës. I kemi pas autostradën e kombit. Kemi pas shumë shkolla, kemi pas shumë shtëpitë shëndetit, kemi pas shumë reforma në kuptimin e politikave fiskale, shumë lirime që janë bërë për shumë lanë të para. Kemi pas shumë marrëveshje bilaterale që patëm fillu mi negociue me shumë vende. Si kryeministër në aspektin ekonomik. Në aspektin ekonomik ka pas suksese. Kalojmë tek fotografia tjetër. Edhe sot kësaj dite përmendën shumë ato. Ramush Haradinaj. Në kohën e Ramushit ka qenë kryeministër në 2017. Unë kam qenë me Bedriu në pjesë e kësaj. Kemi pas një ngritje të investimeve, po më shumë kemi pas projekte të cilat patën fillu në 2015, siç ka qenë autostrada për Maqedoni në këtë pjesë, e patën përfundu. Edhe kemi pas në ndryshim në politika fiskale, për shembull ne si Ministria e Financa patëm propozun qeveri, që u shtotheq për zotit Haradinaj si kryeministër, patëm liru landën e parë gjysmë produktin, nga tatimi i akcizës landët ndihmëse që kanë marrë pjesë në procesin e prodhimit, pashtë patëm vazhdu me lirim nga TVSH-ja, kështu që kemi bën ndryshime edhe këto. Mirë po vetëm këto nuk kanë investimet kapitale siç kanë qenë te qeveria Thaçi. Kalojmë tek fotografia e fundit, që është kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kryeministri në dorëheqje. Kryeministri në dorëheqje nuk ka pas investime kapitale, nuk ka një autostradë, nuk ka një rrugë që mund me përmend, nuk ka pas ndërtim të shkollave, nuk ka pas ndërtim të qerdhave, nuk kemi pas një ma shumë ka qenë në kështu një, si më thonë, një mirëmbajtës. Pse ka sulmu shpesh bizneset e mëdha?
Duke i quajtur si oligark? Nuk e di, për nuk është mirë dhe nuk është fjallor i duhur. Nuk ka Kosovë oligark, ka bizniset që punësojnë shumë familjar, ka bizniset që kanë paguajnë shumë taksa, për cilat është deshme ka në krenar. Fjalla oligark nuk përkon me realitetin tonë, fatkeqësisht është përdor, por nuk duhet mu përdor. Për një politikani, si që është kryeministri Kurti, i cili tonë jetën e vetë është në politikë, bilin që ose shofëm me vite sa ka qenë i angazhum në del politikani, ma i vjetër i angazhum në politikë, që ose marëm prej studentave, prej kërëmojt protestat e studentave. Kështu që këto janë paka shumë unë që ka i mojmë. Po, sigurisht, të falendroj shumë për kohën, se në mesin e shumë angazhimeve që keni gjetur kohën të jeni pjesë e emisionit personale, unë po besoj dhe jam e sigurt që do të kemi mundësi të kemi edhe emisionet të tjera dhe do të ndalemi të tema më konkrete, sepse kemi lënë shumë tema pa i diskutuar sonte. Shumë e knasimat madhe do të vje dhe për tema tjera që i keni. Faleminderit shumë. Miq të dashur, faleminderit për vëmendjen. Do takohemi javën e ardhshme me një tjetër personalitet. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.